A kishe shenja? Qa kisha? Shenja. Kisha shenja, po mundoja t'i mbuloja në kamer, po te shpulla e funit e maj mend që m'ka rrët tërsysh. Edhe ai qëndrimi kështu ka qenë shumë real, po do e kuptoni aty. Ishte shumë i vërtet se u pika komplet, mra shumë. E ka dorën e rënë. Mbas 14 shpullash e kupton që është shumë e rëndë. Çdo shpull vjen më rëndë, sa herë bën për të rritet, po. Loja e fundit është thjesht një film apo edhe pasqyrë jetës reale? Loja e fundit është një pasqyrë e jetës reale në një farë konceptit, por bazohet shumë edhe në historinë e Luizit, pa çka janë futur edhe efektet e filmit pastaj që e kanë bërë për me kanë film. Por ajo që di me thonë për lojën e fundit është një film që e kam shiju pafund. Kam gjetë veten me idiotësirat e mia, bile aq real kam qenë sa nuk ma duk që jam film, ma duk sikur jam njetë. Pa, e kam shiju pafund, Po kur të erdhi ftesa, na trego pak për emocionet e para. Jo, më erdhi ftesa për filmin, normalisht se më pëlqeu shumë, edhe ideja e filmit, edhe Luizi se tu kanë se e kam edhe shkodranë, thash për na i met hatri, a kupton? E mora me shumë sportivitet, ishte shumë knasi, ishte diçka që kisha kohë të e prit, edhe më erdhi mirë që më kishin zjallë mu për këtë rolin. Po, do me thënë për rolin ishe i knaqur, kur e keni parë filmin me Për rolin, do me thënë Klaudia që e ka shkru këtë skenarin, edhe po ta kisha shkru une për veti, nuk do kisha shkru me mirë. E ka po fix. Mirë, doroj shumë sukses. Ju faleminderit shumë, faleminderit.